është i njohur. Shqipërimi i veprave në gjuhën shqipe është një shqetësim i kahershëm që blen njerëzit e letrave. Qëllimi i mbledhjes së shkrimtarëve dhe përkthyesve në një tërheqës të rrumbullakët është që përkthimi letrar të marrë vlerën e duhur. Tani ka ndryshim, ka dalë përkthyes, por dhe përkthyese. Por puna është që botuesi duhet, ka akoma botuesi lënë shumë për dëshiruar në këtë drejtim. Pastaj shumë ka gravitur kjo punë se shumë të pakta janë shpinë botuesi që kanë redaktor dhe korrektor. Aty në çdo libër shikon redaktuar nga korrektuar nga, po nuk ka, janë emra kështu, janë emra kot. Izolimi gjysmë shekullor i letërsisë shqipe parashtron nevojën për të bërë të njohur autorë dhe vepra shqipe jashtë Shqipërisë. Ka nevojë shumë të përkthehet. Është një kulturë letrare që deri më tash ka funksionuar e mbyllur dhe izoluar me disa dritëza ose të çara që shumë pak autor kanë mundur t'i kalojnë dhe tani del si nevojë domosdoshme që ne të flasim mbi përkthimin, t'i japim rëndësinë e duhur këtij akti dhe t'i japim nderimin por dhe vlerësimin e duhur këtyre njerëzve që merren me përkthimin. Problem mbetet ende mosgdhendja e emrit të përkthyesit në ballinën e librit. Sipas Edmond Tupes, përkthyesi duhet të ketë mbi të gjitha etje për dije. Përkthyesi do të dish gjuhën mirë, të dyja gjuhët, shqipen shumë mirë dhe të paktën në mirë gjuhën e huaj, nga që do përkthesh, por duhet të kesh edhe kulturë, dije. Është gjë e madhe. Nuk lind të përkthyes, përkthyes bëhesh. Mund të lidhesh me dhuntin për të bërë përkthyes, nëse ke ca parametra e plotson, ca kushte. Por nuk lind përkthyes bëhesh, do mësosh gjuhët një herë. Pastaj duhet njohësh botën që ke përreth, të kesh kulturë të thellë. Dhe për përkthim letrar do të kesh dhuntin. Duhet të jesh diku pak shkrimtar. Emri përkthyes duhet të vënë kopertinë, në Francë vënë kopertinë. Por fenomeni i mosvendosjes së emrit të përkthyesit në kopertinë duket se është i ngjashëm edhe në perëndim. Edhe i jashtë jo gjithmonë. Nëse është i njohur përkthyesi, po. Jashtë mund vihet për shembull më mjaft shpesh vihet nëse është i njohur ai që bën parathënien e librit që prezanton një autor të huaj. Por për shembull në rastin tim ka qenë librin e parë që kam botuar në Francë, është parathënia nga Ismail Kadare. Por nuk kishte emrin e përkthyeses, që ishte një përkthyes shumë e mirë. Shqipëruesi mbetet gjithnjë violinë e dytë, por e rëndësishme është dhënia një farë barazie krah autorit. Duam apo s'duam ne, autori do të jetë gjithmonë, përkthyesi do të jetë gjithmonë nën autori, pra është violinë e dytë. Këtë pakt e kanë pranuar me modesti prej qindra vitesh dhe këtu ne jemi mbledhur pikërisht për të theksuar pak më shumë rolin e përkthyesit si krijues. Në këndvështrimin e profesionistëve, përkthimi ka bërë hapa para, por ka ende shumë punë për të bërë. Ka shumë përkthime jo cilësore. Ka një lloj kjo vjen nga një lloj komercializimi i letërsisë dhe i jetës kulturore në përgjithësi. Është një problem i tranzicionit, është një problem vlerash në mënyrën e jetesës, njerëzit që shohin gjithmonë fitimin e këto dhe nganjëherë dhe botuesit bien në këto dhe nuk e kushtojnë shumë vëmendje dhe kujdes me fjalë kësaj, po hajde ta nxjerrim librin shpejt edhe përveç asaj dhe që honoraret për përkthyesit në Shqipëri janë qesharake. Çdo lexues kryesisht i ri që blen një libër të letërsisë së huaj, duhet të ketë parasysh se garanci i cilësia mbetet emri i përkthyesit. Edhe njerëzit e letrave kërkojnë që shqipëruesi të ketë shtigje të reja vlerësime.